Kardiologu jep urdhër, hiqni dorë me njëherë nga këto 3 ushqime, shkaktojnë atak kardiak. Fakti që ushqimet e ndikojnë organizmin si asgjë tjetër tashmë është shumë i njohur. Dieta e përditshme dhe stili i jetesës mund të bëhen shkak për probleme të ndryshme të shëndetit tuaj. Ndaj duhet të tregoheni më të kujdesshëm dhe më të vëmendshëm ndaj ushqimeve që shtoni në dietën tuaj. Ndonse ushqimet të cilat bëjnë dëm zakonisht mundet të evitohen, shumë prej tyre qëndrojnë ende në tavolinat e gjithsecilit prej nesh. Prandaj në këtë video, sipas Healthline, do të rendisim disa nga ushqimet të cilat duhet t'i evitoni nga dieta juaj nëse i konsumoni vazhdimisht. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ato mund të shkaktojnë edhe probleme me shëndetin e zemrës. Sipas ekspertëve, këto janë ushqime të cilat duhet t'i evitoni, t'i minimizoni ose t'i zvendësoni me ushqime të tjera nëse doni të keni një zemër më të shëndetshme gjatë gjithë jetës. Në krye të listës qëndron buka e bardhë. Ndonse shumë e shijshme dhe e kudërgjendur, buka e bardhë mund të kthehen në një problem për zemrën. Kjo pasi gjatë përpunimit, gruri humbet disa prej vlerave minerale, fibrave dhe yndyrnave të shëndetshme. Kështu, fare pak e pasur me vlera, buka e bardhë mund të shkaktojë kalori boshe dhe nuk ju ofron mineralet më të shëndetshme për mbrojtjen e organizmit dhe jo vetëm. Kështu që, buka e bardhë duhet të evitohet. Duke u kthyer në një kërcënim për shëndetin kardiovaskular dhe të gjithë organizmin, zvendësoheni me bukën e zezë ose me ato integrale në mënyrë që të merrni përfitimet e duhura dhe të lehtësoni gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Duke konsumuar bukë, duhet ta bëni gjithmonë brenda racionit të duhur. Një tjetër produkt ushqimor i cili mund të ndikojë negativisht në shëndetin tuaj të zemrës është edhe margarina. Margarina shpesh cilësohet si një zvendësues i gjalpit në gama të ndryshme të gatimeve. Gjithsesi, pavarësisht shijes së tyre të ngjashme dhe pamjes të njëjtë, ato nuk duhet të konsumohen, pasi mund të ndikojnë negativisht në çështjen tuaj imunitare dhe të shkaktojnë komplikacione të tyre. Ekspertët këshillojnë që të tregoheni më të kujdesshëm me përzgjedhjen e këtyre ushqimeve, pasi mund të ndikojnë gjithashtu negativisht në shëndetin tuaj. Zemra juaj mund të rrezikohet nga sëmundje si kolesteroli i lartë ose bllokimi i arterieve që mund të nxitet gjithmonë më shumë nga konsumi i margarinës. Një tjetër produkt ushqimor i cili duhet të evitohet në dietën tuaj janë edhe mishrat e përpunuar siç janë salçiçet, sallami dhe prosciutat e përpunuara. Mishi i procesuar si sallami ose salçiçet e ndryshme mund të jenë në kërcënim i vërtet për organizmin dhe për shëndetin e zemrës. Duke qenë të përpunuara këto lloj mishra humbasi shumë vlera dhe janë të mbushura me kripra jo të shëndetshme. Në këtë mënyrë, ndihmojnë organizmin tuaj të zhvillojë një sër sëmundjesh kardiovaskulare. Djathi me yndyrë të lartë është i dëmshëm për shëndetin e zemrës. Megjithëse djathi është shumë i rekomanduar dhe i nevojshëm për shkak të probiotikëve që përmban, jo të gjitha llojet e tij janë më të shëndetshme. Mjekët rekomandojnë të evitoni djathrat e përpunuara dhe me origjinë jo natyrale dhe organike. Përmendim këtu ato që njihen si djathi i picave, i cili, nëse konsumohet edhe në sasi vërtet të madhe, do të shfaqë një sër sëmundjesh serioze. Në dietën tuaj gjithashtu duhet të evitoni edhe ëmbëlsirat. Siç edhe dihet, sheqeri është një nga armiqtë më të mëdhenj të shëndetit tuaj të zemrës. Jo vetëm që ju ekspozon ndaj sëmundjeve kronike siç është për shembull diabeti ose edhe problemet të ngjashme, por do të ndikojë edhe te shëndeti juaj i zemrës duke e rënduar më shumë atë. Sheqeri gjendet veçanërisht te ëmbëlsirat të cilat veçse janë të pasura me gjalp, miell, vaj ose vezë. Ky kombinim, sado i shijshëm mund të duket, është një kërcënim i vërtet për shëndetin e zemrës dhe të shkaktojë gjithashtu edhe rëndesë dhe komplikacione të saj. Ndaj, nëse doni të keni një zemër më të shëndetshme, evitoni konsumin e këtyre ushqimeve. Ushqimet e shpejta janë armiku më i madh i shëndetit të zemrës.
Yndyrnat të ngopura lidhen direkt me shëndetjen e zemrës. Në përgjithësi, yndyrnat të ngopura me bazë shtazore në kombinim me karbohidratet kanë efekte që përkeçojnë në shëndetin e zemrës. Por ushqimet e shpejta vijnë edhe në kombinim me kripën në maksimum. Shmangni sa më shumë ushqimet e shpejta të fast foodeve siç janë sufllaqe, hamburger ose edhe ushqime të ngjashme. Nëse doni të mbroni shëndetin tuaj të zemrës, evitoni konsumin e këtyre ushqimeve. Mishrat e përpunuar. Salçiçet, prosciutat, pastërmat kanë në përmbajtje të tyre nivele tepër të larta të kripës. Kripa është një element negativ i shëndetit tuaj të zemrës. Vetëm një fetë e hollë me prosciut përmban gjysmën e sasive të rekomanduara ditore të kripës. Ky i fundit përgjigjet edhe me rritjen e tensionit të gjakut dhe me dëme të mëdha në zemër. Nëse doni të keni një zemër më të shëndetshme dhe më të mbrojtur, atëherë evitoni konsumin e ushqimeve siç janë mishrat e përpunuar. Ushqimet e skuqura janë gjithashtu problem i ngjashëm për shëndetin e zemrës. Salçiçet, prosciutat, pastërmat kanë në përmbajtje të tyre nivele të larta të kripës. Vetëm një fetë e hollë me prosciut përmban gjysmën e sasive të rekomanduara ditore të kripës. Ky i fundit është përgjegjës për rritjen e tensionit të gjakut dhe dëmet e shëndetit të zemrës. Ushqimet e skuqura. Patatet e skuqura, mishi i skuqur e të ngjashme si këto rrisin në riskun e sëmundjeve në zemër. Yndyrnat e të skuqura rrisin kolesterolin në gjak, ndaj shmangni këto produkte sa më shumë që t'jetë e mundur. Produktet e gatshme dhe produktet e sheqerosura gjithashtu mund të ndikojnë negativisht në shëndetin tuaj kardiak. Për shumë vite me radhë, yndyrnat janë përmendur si një nga shkaktarët kryesor MNZ në mesin e ushqimeve që shkaktojnë edhe komplikacione të shëndetit të zemrës. Megjithatë, ekspertët tani besojnë se niveli i lartë i sheqerit mund të jetë kërcënim, po aq i madh që kontribon ndaj obezitetit, inflamacionit, diabetit dhe të gjithë shkaktarëve të sëmundjeve të zemrës. Në dietën tuaj gjithashtu i dëmshëm është edhe konsumi i sheqerit. Debati mes kardiologëve është të përqendruar tek yndyrnat e ngopura, kolesteroli, gjithashtu edhe sheqernat. Nëse ka një përbërës që duhet të eliminohet nga personat që vuajnë nga sëmundjet e zemrës dhe ato të cilët janë të rrezikuar prej tyre, është pikërisht sheqeri. Pijet ëmbëlsuese shtesë gjithashtu mund të jenë të dëmshme për rastin tuaj. Shumë konsumatorë gjejnë burime më të mëdha të sheqernave të shtuar, jo vetëm të ushqimet, por edhe tek pijet. Studimet e kohëve të fundit kanë treguar se më shumë se 60% e fëmijëve, 54% e të rriturve dhe 45% e femrave kishin konsumuar të paktën një pije të gazuar ose të ëmbëlsuar midis viteve 2011-2014. Kjo tregon gjithashtu edhe një rritje alarmante të shëndetit të zemrës, e cila mund të kontribuojë në komplikacione të rënda të saj. Drithrat e ëmbëlsuara mund të dëmtojnë shëndetin e zemrës. Ushqimet që duken sikur janë pjesë e ushqimeve të shëndetshme, siç janë drithrat e mëngjesit, janë të mbushura me nivele të larta të sheqerit. Ngrënia e karbohidrateve të rafinuara dhe sheqernave në mëngjes nxit inflamacionin dhe rrit nivelin e sheqerit në gjak, ose luhatjet të asaj, duke i çelur rrugën tundimeve për sheqer gjatë gjithë ditës. Ekspertët e rekomandojnë ngrënien e frutave, vezëve ose avokados ose bukës me drithra të plota dhe evitimi i drithrave të ëmbëlsuara. Ëmbëlsirat e pjekura ndikojnë negativisht në shëndetin tuaj të zemrës. Ëmbëlsirat e pjekura, veçanërisht ato që shiten të paketuara nëpër dyqane, janë plot me sheqer dhe me gjasa, janë të gatuara me yndyrna të ngopura, siç është vaj i palmës ose margarina. Edhe picat mund të jenë të dëmshme për shëndetin. Ekspertët rekomandojnë të mos konsumoni pica nëse jeni të rrezikuar nga problemet e zemrës, pasi ato kanë nivele të larta të kripës dhe gjithashtu edhe yndyrna të tepërt dhe mund të shkaktojnë drejt për së drejti komplikacione të shëndetit tuaj kardiak. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë
të mos e zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.